Risi ose jo, biznesmenët janë pjesë e listës së Partisë Socialiste dhe do të kandidojnë për një mandat deputeti në zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Emri I parë që bie në sy është Mariana Koçeku, e cila është aktive në fushën e agroturizmit. Mariana Koçeku zotëron Neo Malsore, një bujti në afërsi të liçenit të Komanit. Mariana Koçeku është e para në listën e Shkodrës, në listën e mbyllur. Emri I saj ka dalë nga portali Deputeti që duam. Tre emrat e tjerë që janë aktiv në fushën e biznesit janë Vullnet Sinaj, Vasil Llajo dhe Xhemal Çefalia. Vullnet Sinaj është një emër I njohur tashmë si në kuvendin e Shqipërisë, ashtu edhe në fushën e biznesit. Ai zotëron rrjetin e marketeve Big Market, ndërsa në sallën e kuvendit është parë kryesisht I heshtur si deputet, edhe pse po garon për mandatin e tretë. Sinaj ka reaguar kryesisht pasi u vu në shënjestrën e opozitës, e cila pretendon se ai ka shkelur pikën 3 të nenit 70 të Kushtetutës së Shqipërisë, e cila thotë: deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuri të këtyre. Një tjetër fakt I përmendur nga opozita gjatë përballjeve me Sinaj në Këshillin për Mandatet është një raport I Transparency International, ku thuhet se deputetët dhe qeveria kanë ndryshuar ligjin për TVSH-n që favorizonte në mënyrë të drejtë për drejtë rrjetin e bizneseve Big Market. Vasil Llajo mund të mos jetë një emër shumë I dëgjuar, por ai ka në pronësi dhe administron një nga laboratorët më të mëdhenj të analizave në Shqipëri, Intermedica. Emri I Vasil Llajos është I pari në qarkun e Vlorës në listën e hapur. Xhemal Çefalia është një nga emrat më të dëgjuar, duke qenë se bashkë me familjarët e tij zotërojnë edhe biznese të njohura në vend. Çefalia ka dalë deputet nga listat e Partisë Socialiste që në vitin 2017 dhe tashmë po lufton për një mandat të tretë në listën e hapur në qarkun e Tiranës. Çefalia bashkë me familjarët e tij zotërojnë Select Group.